Europa mbar do vi e do zbres në këtë shesh, duke filluar nga nesër, me tërë udhëheqësit e saj, ndër të cilët kryeministri i Britanisë Madhe vjen i pari për ta nisur qëndrimin e tij në Tiranë me një vizitë bilaterale e para në histori e një shefi të qeverisë britanike, ndërsa presidenti i Francës largohet i fundit pasi do të qëndrojë pas summitit për vizitën e tij të dytë bilaterale në Tiranë. Shqipëria e 3 ditëve që vijnë do të jetë në kuptimin e vërtet fjalës qendra e Europës. Dhe pastaj do ta nis javën e re me një imazh edhe më të mirë, edhe më të fortë, edhe më krenar si Europa e Ballkanit, që do të jetë leitmotivi, do të jetë inspirimi, do të jetë burimi i të gjitha energjive dhe patjetër edhe forca e këmbguljes son për 4 vite të tjera me radhë.